takuam rastisht edhe ministrin, takuam rastisht në hotelin ku ndodhet edhe ekspedita përfaqësuese së Kosovës në prag të ndeshjes historike ndaj Slovakisë e vlefshme për fazën gjysmëfinale për kualifikim në Kupën e Botës, edhe ministrin e punëve të jashtme të nderuarin dhe të respektuarin Glau Konjufca, një njeri i cili ka ardhur, po besoj rastisht, por që në përkraje të kombëtarës së Kosovës. Pikërisht ky është qëllimi. Jam i nderuar me qenë këtu bashkë me përfaqësuesën e Kosovës në futboll. Na pret një ndeshje shumë e rëndësishme për kualifikimin e përfaqësuesës tonë në kampionatin botëror, i cili mbahet pas 3 muajsh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi dëshmitar të një ecurie shumë të mirë të përfaqësuesës tonë për gjatë këtyre 2 viteve të fundit sidomos. Rezultatet janë impresive, kemi arritur në këtë pjesë tash të do të kisha pas me thonë finale, sa i përket shkuarjes tonë botëror. Besojmë shumë në ekipin tonë, cilësia e lojtarëve tonë është evidente, për këtë nuk është që po flas vetëm unë, as vetëm ne si popull, për këtë po flet edhe bota. Për ngritjen e Kosovës në futboll, kjo është evidente në vitet e fundit. Edhe na ndajnë vetëm 180 minuta dhe jo më shumë nga pjesëmarrja jonë në kampionatin botëror. Ne patëm një takim me lojtarët tonë së bashku edhe me kryetarin e federatës, zotin Ademi, edhe me selektorin Foda, në mënyrë që ta kemi edhe në mënyrë ekipore, moralin edhe vendosmërinë e duhur, që kur të hymë në fushë vërtet të hymë me një vetbesim dhe me një optimizëm për rezultatin më të mirë. Kjo është ajo që na duhet në këto momente. Kjo është edhe arsyeja pse së bashku jam këtu edhe me shumë, le të themi, figura të jetës publike që edhe përfaqësojnë institucionet tona. Ishte edhe ministri Gashani, së bashku me të jemi këtu po marrim pjesë. Janë edhe disa kryetarë komunash që po e mbështesin kombëtarën tonë dhe me sa po e shoh atmosferën në qytet edhe prej shumë xhirimeve që tashmë më ra rasti me i pa. Bratislava është e mbushur me emërgatën tonë sot, kanë ardhur prej gjitha anëve të botës. Takova disa miq edhe nga New Yorku që kishin ardhur dhenkas për me qenë pjesë e kësaj loje dhe për me mbështet pa rezervë përfaqësuesën tonë. Kështu që më mërmenja që edhe vetë atmosfera brenda stadiumit, kur të shkojmë atje, ka me qenë sikur të luanim në Prishtinë. Qatë shumë, shqiptar edhe pjesëtar të shtetit tonë pres të shoh gjatë lojës së sotme. Prandaj unë uroj vetëm më të mirën për ekipin tonë, i cili edhe ashtu deri tash ka qenë i shkëlqyshëm dhe me shpresën shumë të madhe që në këto 2 lojë do ta avullosim historinë e Kosovës në futbollin botëror, sepse nuk dyshoj fare që do të jetë vërtet në kuptimin më të vërtet të fjalës historike pjesëmarrja jonë në kampionatin botëror. Vetëm 2 lojë kemi. Lojtarët tonë, edhe pse me mesatare të moshës nëse e shihni, përfaqësuesën e Kosovës, është më e reja në mesin e përfaqësuesve që i keni edhe nëse i krahasoni me shtetet tjera.